Përshëndetje miq, sot do t'ju tregoj një histori që të prek shpirtin, një histori që flet për dashurinë, për dhimbjen, por edhe për forcën e një vajze që zbulon një të vërtetë që do t'i ndryshojë jetën përgjithmonë. Titulli i kësaj historie është Baba, ajo grua duket si mamaja ime e një vajze e re, e rritur në një familje që duke e qetë dhe e rregullt, jetonte prej vitesh me babain e saj. Ai kishte thënë se ëma i kishte braktisur që kur ajo ishte shumë e vogël. Por një ditë, ndërsa ecte në rrugët e qytetit, diçka ndodhi, diçka që do t'i trondiste zemrën. Në një cep trotuari në shiun e dendur, ajo pa një grua të veshur keq, me flokë të shpupuritura dhe syt plot trishtim, që mbante një gotë të vjetër në dorë duke kërkuar lëmosh. Vajza e pa për disa sekonda dhe zemra i ndaloi për një moment. Ishte një ndjesje e çuditshme, e fortë, si një lidhje që nuk mund ta shpjegonte. Baba, tha ajo atë mbrëmje, me zërin që i dridhej, ajo grua që lypte sot, dukej si mamaja ime. Por babai, sa po dëgjoj këto fjalë, ndryshoi ngjyrë në fytyrë. I ku pa thënë asgjë. Dhe atë natë, për herë të parë, vajza e kuptoi se diçka e errët fshihej pas heshtjes së tij. Historia që do të dëgjoni tani është një udhëtim drejt së vërtetës, drejt dhimbjes, por edhe drejt faljes. Sepse ndonjëherë, ajo që na ka mësuar gjithë jetën, është thjesht një gënjeshtër për të fshehur një krim të shpirtit. Ajo grua në trotuarqielli i Tiranës ishte i zymta të mëngjes. Re të pluhurosura ambulonin diellin dhe rrugët ishin ende të lagura nga shiu i natës. Alba ecte ngadalë drejt stacionit të autobusit me kufjet në vesh. Por syti kishte bosh, të humbur diku tjetër. Një ndjenjë e pashpjegueshme i rëndonte shpirtin prej disa ditësh. Në shtëpi gjithçka dukej në rregull. Babai i saj, Artani, ishte burr i qetë, i respektuar në lagje. Punonte si llogaritar në një kompani ndërtimi. Kishte fytyrën e një njeriu që kishte parë shumë, por fliste pak. Kishte rritur Albën i vetëm, që kur ajo ishte vetëm 4 vjeç. Çdo herë që ajo e pyeste për nënën, përgjigjja ishte e njëjtë. Ema jote na la bi. Zgjodhi një jetë tjetër, larg nesh kaq. Asnjë detaj më shumë, asnjë foto, asnjë kujtim. Vetëm heshtje. Alba ishte mësuar me atë boshllëk, por brenda saj kishte gjithmonë një zë të vogël që e shqetësonte. A thua vërtet një nënë e braktis fëmijën e saj? Atë ditë, ndërsa priste autobusin në rrugën e Dibrës, vuri re një grua ulur në trotuar, me një batanie të vjetër në prehër dhe një gotë plastike para këmbëve. Ishte e thinjur, por jo shumë e vjetër. Kishte sy të mëdhenj kafe, të mbushur me lodhje, por edhe me diçka të ngrohtë. Kur sytë e saj u takua me sytë e Albës, diçka ndodhi. Një dridhje i përshkoi trupin. Zemra i rahu fort, gruaja e pa drejte në sy, dhe për një moment dukej sikur donte të thoshte diçka. Por ndaloi. Alba ndjeu një ngrohtësi të çuditshme. U afrua pak më shumë, futi dorën në xhep dhe nxori disa monedha. Merrni zonjë, tha me zë të butë. Gruaja ngriti kokën, syti mbushën me lot, por buzëqeshi lehtë. Faleminderit, bi, pëshpëriti. Ajo fjalë bi. Zëri i saj dridhur, i ngrohtë, i njohur, i futi Albës një therrje në gjoks. Ndërsa autobusi mbërriti dhe njerëzit u ngjeshën për të hipur, Alba qëndroi aty për disa sekonda, pa e ditur pse. Ishte si e hipnotizuar. U kthye edhe një herë dhe e pa gruan që ende e shikonte. Në mbrëmje sapo hyri në shtëpi, babai e priti si zakonisht me pjatën e ngrënjes në tavolinë dhe televizorin ndezur në lajme. Erdhe bi. Si shkoi puna? Mirë, baba. Por ajo hezitoi. Po, sot pash një grua në rrugë, një grua që dukej shumë si mamaja ime. Në moment fytyra e Artanit u ngri. Lugë e supës që po ngrinte mbeti pezull në ajër. Ai uli syt dhe nuk foli për disa sekonda. Mos e përmend më atë, Alba, tha ftohtë. Ajo nuk ekziston më për ne. Ajo u trondit. Si mund të thuash kështu, baba? Po sikur të mos jetë ashtu si mendon ti. Mjaft, ngriti zërin ai për herë të parë. E mbyllim këtu, Alba u tërhoq në dhomën e saj me lot në sy. Nuk e kishte parë kur baban aq të zemëruar. Atë natë nuk mundi të flinte. Pamja e gruas në rrugë i sillej në mendje pa pushim. Ajo duhet të ishte mamaja ime. Diçka në sytë e saj më tha se po ishte ajo. Të nesërmen, Alba vendosi ta kërkonte sërish. Pas punës, mori të njëjtin autobus dhe zbriti në të njëjtin vend. Por gruaja nuk ishte më aty. Rinte e ulur në stol, duke parë çdo kalimtar me shpresën se do ta shihte sërish. Në fund një shitës gazete i tha. Po e njoha të gruan. Quhet Flutra. Jeton diku pas pallateve të vjetra afër zogut të zi. Njerëzit thonë që dikur ka pasur familje, por burri e ka përzënë që para shumë vitesh, zemra e Albës u ngushtua, burri e kishte përzënë. Ajo fjalit i ngëlloi si një britm në shpirt, mbrëmjen tjetër, mori guximin të shkonte drejt asaj zone. Ishte një rrugicë ngushtë, me pallate të rënuara dhe dritare pa perde.
E pa flutrën ulur në një shkallë, duke mbështjell duart me shallin e vjetër, Alba ju afrua ngadalë. Mirë mbrëma më mbani mend, gruaja ngriti kokën dhe kur e pa syt ju mbushën me dritë. Po bi, sigurisht që të mbaj mend. Alba ul pranë saj. Si u quajnë, Flutra, tha ajo me një zë të dridhur. Flutra, përsëriti Alba si në ëndër. Emër i bukur, gruaja e pa gjatë dhe syt i mbushën me lot. Ke një ngjashmëri të jashtëzakonshme me dikë që kam njohur dikur me vajzën time. Fjalët i ranë si rufe në shpirt, vajzën tuaj. Po, por ajo nuk është më me mua. Burri im më përzuri. Më mori vajzën kur ajo ishte ende foshnjë. Nuk më las ta përqafoja për herë të fundit. Alba ndjeu se po i shuhej fryma, dhe si quhej vajza juaj? Pyeti me zë që mezi i dilte. Flutra uli kokën. Alba pëshpëriti. Quhej Alba, një heshtje gjatë ra mes tyre. Zemra e vajzës rahu fort, aq fort sa ndjeu në fyt. Jam unë, tha më në fund me zë që i dridhej. Jam unë, mam. Flutra ngriti kokën si e tronditur. Çfarë po thua? Po, jam unë. Alba, unë jam vajza jote. Gruaja nisi të dridhej, syti mbushën me lot që si ndalonin dot. Zoti madh. Zoti madh, a është e mundur? Alba bie vogël, të dyja u përqafuan mes lotëve, aty në rrugicën e lagësh të Tiranës. Njerëzit kalonin e i shikonin, por asnjë nuk kuptonte dramën që po ndodhte para syve të tyre. Ishte përqafimi i parë pas shumë vitesh të humbura, një përqafim që përmbante vite të tëra mall, dhimbje, mungesë dhe dashuri të ndaluar. Flutra e puthi në flok, duke përshpëritur. Më fal, bia ime, më fal që s'isha pranë teje, më fal që të lash vetëm. Jo, mos e thuaj. Ti nuk më le, i tha Alba me zë të dridhur. Babaja i më tha se ti na kishe braktisur. Flutra ngriti syt me tmerr. Ai ta tha këtë. Ai që më përzuri natën, duke më hedhur jashtë me rrobat në dorë. Ai që më kërcënoi se po të afrohesha do të më zhdukte. Alba ngriti dorën në gojë e tronditur. Çfarë po thua? Gruaja nisi të qante. Ai nuk më donte më bi. Kishte gjetur dik tjetër. Një grua të pasur që e ndihmoi të hapte biznesin. Unë u bëra pengesë. Një natë më hodhi jashtë. Thoshte se jam e sëmur, e çmendur, dhe që nëse do flisja do më dëmtonte. Lotët e Albës rridhnin pa pushim. Gjithë jeta e saj, çdo kujtim, çdo fjalë babait, papritur u kthye në një mashtrim. Një gënjeshtër e ndërtuar për ta mbajtur larg së vërtetës. Flutra e kapi dorën e saj fort. Nuk do të kërkoja kur asgjë, vetëm të dija që je mirë. Çdo ditë kaloja andej nga shkolla jote, pa u dukur. Doja vetëm të shihja nga larg. Alba e përqafoi fort, duke qarë. Më ke pasur gjithmonë pranë, mam. Edhe pa e ditur. Në atë moment, ajo ndjeu se një pjesë e shpirtit të saj që kishte munguar gjithë jetën, më në fund u ribashkua. Por bashkë me gëzimin, një zjarr i heshtur nisi t'i diçte zemrën. Duhej të përballej me të atin. Kur u kthye në shtëpi, e gjeti Artanin në divan duke parë televizor. Ai e pa në sy dhe e kuptoi menjëherë që diçka kishte ndodhur. Ku ishe? E pyeti me zë të ashpër, tek mamaja ime. Ngjyrat ju zhdukën nga fytyra. Çfarë the? Po e gjeta. Ajo është gjallë. Dhe e di të gjithë të vërtetën, baba. Ai ngriti zërin, por për herë të parë në sytë e tij nuk kishte vetëm zemërim, kishte frikë. Nuk di çfarë po thua. Ajo grua është e çmendur, nuk e beson dot. Jo, baba. Bërtiti Alba me lot në sy. E çmendur nuk është ajo, por ti që e përzive nga shtëpia dhe më rrite me gënjeshtra. Artani uli kokën, duart i dridheshin. Unë bëra atë që mendova se ishte më mirë për ne, më mirë, të më rrisësh pa nën, duke menduar se jam braktisur, të më ndash nga ajo që më dha jetë. Ai nuk foli, vetëm pshertiu thellë dhe uli syt. Alba e pa për herë të fundit dhe tha: Nuk e di nëse do të mund të fal ndonjëherë, baba, por e di që sot më në fund e gjeta veten time. Ajo doli nga dera me lot në sy, ndërsa Artani mbeti vetëm në heshtje, me kokën ulur dhe me një peshë të rënë mbi shpirt. Në rrugë, shi lehtë nisi të binte sërish. Alba ecte drejt shtëpisë së Flutrës, ku e priste një grua me duar të rrudhura, por me zemër të madhe. Dhe për herë të parë pas 20 vitesh, ajo ndjeu se kishte një shtëpi të vërtetë. E vërteta që nuk vdes kurrëditët pas ribashkimit ishin të çuditshme për Albën. Çdo mëngjes zgjohej me ndjesinë se gjithçka që po ndodhte ishte thjesht një ëndër, por çdo herë që shihte sytë e Flutrës, e kuptonte se ishte e vërtetë. Ishte nën e bi, më në fund bashk, dy shpirtëra që jeta i kishte ndarë mizorisht, por që fati i kishte bashkuar sërish. Flutra jetonte në një dhomë të vogël, me mure të zverdhura nga koha dhe një dritare që mezi hapej. Sapo Alba hyri për herë të parë aty, ndjeu një ngrohtësi që nuk e kishte përjetuar kurrë. Në një qoshe një kornizë vogël me një foto të vjetër të saj kur ishte foshnjë.
Ishte e palosur dhe mbajtur me kujdes, si një relike e shenjtë. E ke ruajtur, tha Alba me sy që I mbusheshin me lot, flutra e përkëdheli në flok. Kjo ishte vetmja gjë që më mbeti nga ti. E mbaja me vete kudo. Edhe kur s'kisha as bukë për të ngrënë, e mbaja në xhep. Se më jepte forcë të jetoj. Ato kaluan orë të tëra duke folur, duke kujtuar të kaluarën që se kishin jetuar bashk. Flutra tregoi për vitet e saj në rrugë. Për netët që I kalonte në strehat e pallateve, për punët e rastit që bënte për të mbjetuar, për njerëzit që e shikonin me përbuzje. Por gjithmonë çdo natë lutej për të bien. I kërkoja Zotit vetëm një gjë, tha ajo një mbrëmje, të shihja një herë të rritur, të shihja që je mirë. Dhe tani që të kam përballë, e di që Zoti më ka dëgjuar. Alba qau gjatë. Nuk e kishte parë kur një dashuri kaq të pastër, kaq të fortë, që mbjeton edhe kur gjithçka tjetër shkatërohet, por jo të gjithë ishin të lumtur për këtë ribashkim. Artani e mori vesh që Alba po kalonte kohë me flutrën dhe nisi ta ndjek nga pas. Një mbrëmje u shfaq papritur te dera e dhomës së vogël ku jetonte ajo. Kur flutra e pa, u ngrir. Kishte kaluar më shumë se 20 vjet, por fytyra e tij I ngjalli menjëherë frikën e dikurshme. Çfarë kërkon këtu, Artan? Pyeti me zë që I dridhej. Të flasim, tha ai ftohtë. Vetëm për pak minuta. Alba e pa me përbuzje. Nuk ka asgjë për të thënë. Po kam kam shumë, tha ai duke u përpjekur të afrohej. Nuk është ashtu si mendon, flutra u ngrit ngadalë. Mos afro. Më lër të shpjegohem, tha Artani duke ngritur duart në shenjë paqeje. Gabova. E pranoj. Por e bëra për ty, Alba. Ti ishe foshnjë, unë kisha humbur punën, s'kishim asgjë. Flutra nuk mund të kujdesej për ty, ishte e sëmur, gënjeshtra. I ndërpreu flutra me zë të lartë. Ishe ti që kishe gjetur atë gruan tjetër, atë që kishe dashuruar ndërkohë që ishe ende me mua. Alba ngriti syt me habi. Cilën grua, mam? Një femër që punonte në bank. E quanin Lira. Ishte e pasur e vetme dhe ai e përdori si shkallë për të ngritur. Artani uli kokën, por nuk e mohoi. Ishte një periudhë e vështirë, tha. Unë doja të siguroja një të ardhme për ty. Nuk do të ishim këtu sot nëse nuk do të kisha bërë atë zgjedhje. Alba e pa drejt në sy, dhe ajo shikime goditi më fort se çdo fjalë. Dhe në këmbim të ardhmes më more nënën. E përzive, e letëvuante dhe më gënjeve gjithë jetën. Ti nuk e ke iden çfarë do të thotë të jetosh me boshllëkun që më le. Artani nuk foli më. Pasi heshti disa qaste, tha me zë të ulët. Mbase nuk do të më falësh kurrë, por një ditë do ta kuptosh pse e bëra. Ai u kthye dhe iku, duke I lënë të dyja në një heshtje të rëndë. Ditët kalonin dhe Alba nisi të afrohej gjithnjë më shumë me flutrën. E ndihmonte të gjente një punë të vogël si pastruese, e dërgonte te mjeku, I sillte ushqime. Gradualisht jeta e tyre nisi të ndriçohej. Por çdo herë që kalonin në rrugë, njerëzit e vjetër të lagjes shikonin me habi dhe fillonin të përshpërisnin. Ja, ajo që e la burrin. E ka marr vajzën në qafë. Alba I dëgjoi këto fjalë dhe e kuptoi se sa shumë padrejtësi kishte duruar nëna e saj. Një shoqëri që gjykon gjithmonë gruan, pa pyetur asnjëherë pse. Një mbrëmje ndërsa po pastronin dhomën, flutra nxori nga një kuti të vjetër një flet letre të zverdhur. Këtë e kam ruajtur gjithë këto vite, tha ajo. Është letra që doja t'i dërgoj aty, kur ishe 10 vjeç. Por s'dija ku ta çoja, Alba e hapi me duar që I dridheshin. Ishte e shkruar me dorë, me shkrim të bukur e të rregullt. Bija ime, nëse ndonjëherë do të lexosh këtë letër, dije se të dua më shumë se jetën time. Unë nuk të lash, më morën. Nuk kalon ditë që s'lotoj për ty. Zoti më është dëshmitar, do të gjej një ditë. Mos e ure babain, ureja e shkatëron shpirtin. Vetëm më mbaj mend me dashuri, nëse mundesh. Kur mbaroi së lexuari, Alba shtrëngoi letrën në kraharor dhe qau. Flutra e përqafoi fort, s'do të qajmë më, bija ime. Kemi humbur mjaft vite. Tani duhet të jetojmë. Por fati nuk I linte të qetë për shumë gjatë. Një ditë, kur Alba u kthye nga puna, e gjeti nënën e saj të përgjumur në krevat me fytyrën e zbetë. Ajo kishte pasur një krizë. E qua me urgjencë në spital, ku mjekët I thanë se duhej një operacion I shtrenjtë në zemër. Alba shkoi te babaja I kërkoi ndihmë. Ti ke para, ke shtëpi, ke gjithçka. Të paktën shpëtoje gruan që e lëndove. Artani heshti gjatë, pastaj tha. Nuk është kaq e thjeshtë. Nëse shkon në spital, mund të dalë në dritë e vërteta ime. Unë kam ndërtuar emër, reputacion. Alba nuk I besoi veshëve. Po pra më mirë të vdes ajo, mjafton të shpëtosh imazhin tënd. Nuk e kupton, bi. Unë ajo u ngrit me lot në sy. Jo, s'ka më bi.
Ti nuk je më babai im, e la atje në errësirë dhe iku me hap të vendosur. Ditët e mëvonshme ishin të lodhshme. Alba kërkoi ndihmë në çdo derë, në për organizata bamirësie, tek miq, kolegë. Nuk donte të humbiste nënën sërish. Një ditë, ndërsa po fliste me një mjek, një zëmashkull u dëgjua nga pas. Unë do ta paguaj operacionin, u kthye e befasuar. Ishte një burr rreth të 50-tave me kostum gri dhe sy të ngrohtë. Ju kush jeni? Quhem Arben. Kam qenë shok i ngushtë i nënës tënde dikur. Kur mora vesh çfarë ka ndodhur, s'mund të qëndroj pa bërë asgjë. Flutra u operua me sukses. Kur u zgjua nga narkozë, pyeti e hutuar. Kush e bëri këtë? Një mik i vjetër, i tha Alba duke buzëqeshur me slotëve. Por ajo nuk e dinte se ky mik i vjetër do të sillte një tjetër të vërtet të rënd në dritë. Një javë më vonë, Arbeni e takoi Albën privatisht. Ka diçka që duhet ta dish, i tha. Nuk është e drejtë të jetosh më në errësirë. Ai e nxori nga çanta një zarf të vjetër me një letër brenda. Ishte një raport mjekësor i datës së vitit 2002. Kjo është arsyeja pse Artani e përzuri Flutrën. Jo vetëm për lirën, por edhe sepse ai kishte frikë. Frikë nga çfarë? Pyeti Alba e tronditur, nga fakti që ti nuk je vajza biologjike e tij. Alba e ndjeu trupin t'i ftohej. Çfarë po thua? Ai zbuloi se nëna jote ishte shtatzën para se të martoheshin. Ishte dashuruar me një tjetër burr, me një student që iku jashtë vendit. Kur ai u kthye, Flutra tashmë ishte martuar. Por ajo nuk e tradhtoi, ishte martuar nga frika e familjes. Artani e mori si turp dhe prandaj e shkatërroi. Lotët i ridhnin Albës në faqe. Po kush është babai im i vërtet? Arbeni uli syt. Ai është vëllai im. Ai njeri që iku në Gjermani e nuk u kthye më. Alba mbeti pa fjalë. Gjithë jeta e saj ishte ndërtuar mbi gënjeshtra, por në të njëjtën kohë ndjeu se kishte gjetur një copës tjetër të vetes që se njihte. Në spital Flutra kuptoi se diçka nuk shkonte me vajzën. Çfarë ka ndodhur? Pyeti ajo. Alba i tregoi gjithçka. Në vend që të tronditej, Flutra mori dorën e saj dhe tha me qetësi. E dija që do vinte kjo ditë, por për mua ti je imja, pavarësisht kujt i ngjan. Dhe ai që të rriti, sado gabime të ketë bërë, mbetet babai yt në një mënyrë tjetër. Ai të ushqeu, të mësoi, të mbronte. Ti nuk mund ta fshish të kaluarën, por mund ta shërosh. Këto fjale shkundën Albën nga brenda. E kuptoi se urrejtja s'do e ndihmonte. Të vetmen gjë që kishte nevojë ajo grua para saj ishte paqja. Dhe ndoshta edhe Artani, kur Flutra doli nga spitali, Alba organizoi një darkë të vogël në shtëpinë e saj. Ftoi edhe Artanin. Ai erdhi me fytyrën e lodhur, por i përulur. Në fillim heshtja ishte rënd. Pastaj Flutra foli. Ndoshta është koha të mos jemi më armiq. Kemi humbur mjaft vite. Artani uli syt. Nuk e meritoj këtë, mbase jo, tha ajo. Por falja s'është për ty, është për shpirtin ton. Lotët i ridhnin Albës, ndërsa i shihte të dy. Ishte hera e parë që shihte prindërit e saj në të njëjtën tavolinë, pa britma, pa urrejtje. Dua të fillojmë nga e para, tha ajo me zë të dridhur. Nuk do të ketë më sekrete. Dua të dikush jam nga vi dhe dua t'ju kem të dy pranë. Ata të dy e panë dhe pa folur e përqafuan. Ishte një përqafim që shënoi fundin e dhimbjes dhe fillimin e shërimit. Por fati kishte ende një provë tjetër për ta. Në fund të darkës, ndërsa po dilnin, një makinë u ndal para shtëpisë. Një burr i moshuar zbriti me një zarf në dorë. Ishte një postier i vjetër. Kam një letër për zonjën Flutra. Ka ardhur nga Gjermania. Kur ajo e hapi, fytyra i ndryshoi. Ishte letra e një burri që i shkruante. Flutra, nëse kjo letër të arrin, dije se s'kam rreshtur së menduari për ju. U pendova që ika. Kam mësuar që kam një vajzë dhe dua ta takoj, edhe nëse ajo s'më pranon. Në fund të letrës ishte nënshkruar: Bujar Leka, emri i dashurisë së saj së parë. Sytë e Albës u mbushën me lot. Ai është Flutra, pohoi me kokë. Po, bija ime. Ai është babai yt i vërtet. Zbulimi i së vërtetës nesërmen. Dielli mezi arrinte të depërtonte mes rreve gri të Tiranës. Alba nuk kishte fjetur as një minutë atë natë. E kishte kaluar gjithë orët duke menduar për fytyrën e asaj gruaje dhe për fjalët e Flutrës që i përsëriteshin në mendje. Unë nuk të braktisa, bija ime më nxorën jashtë. Kur agoi, Alba mori një vendim. Nuk mund të rrinte më në heshtje. Duhej të përballej me babain e saj, duhej të mësonte të vërtetën, sado e dhimbshme të ishte. Ajo hyri në dhomën e Artanit, ku ai po pinte kafen e mëngjesit dhe po lexonte gazetën si çdo ditë. Por këtë herë vajza nuk i buzëqeshi, nuk e përshëndeti. Baba, tha me zë të dridhur, dua të flas me ty.
Ai ngriti syt dhe për një moment, duke sikur e ndjeu çfarë do të vinte. Çfarë ka ndodhur, bi? Pyeti me ton të butë. Alba e vështroi drejt në sy. E pasha të gruan përsëri dje, ajo që lyp në rrugën pranë parkut. E di që do të më thuash që s'është puna ime. Por ajo është nëna ime, apo jo? Gazeta ju rrëshit nga duart Artanit. Ai u ngrit ngadalë, fytyra ju zbeh dhe syt ju mbushën me frikë. Kush të tha këtë? Ajo më foli, baba. E dinte emrin tim, më quajti bia ime dhe më tregoi gjithçka. Pse më gënjeve gjithë këto vite? Pse më the se ajo na braktisi? Artani uli kokën. Duart I dridheshin dhe për herë të parë, Alba e pa babajnë e saj të thyhet, sepse nuk doja që ta njihje. Nuk doja që ta kishe për nën një grua si ajo. Një grua si ajo. Një grua që lyp në rrugë për të mbijetuar. Një grua që ti e përzore nga shtëpia. Zëri I saj kumbonte në gjithë banesën. Artani eci ngadalë drejt dritares dhe u ndal. Ajo më tradhtoi, Alba. Më poshtëroi para gjithë lagjes. Unë punoja ditë e natë për t'ju mbajtur, dhe ajo donte më shumë. Donte liri, donte t'i ikte kësaj jete. Kur e kapa me një tjetër, zëri ju pre. Ai u kthye I përpir nga lotët, unë nuk e vrava, por e përzora. I thash të mos kthehej më. Ishte zgjedhja ime, e gabuar ndoshta, por isha I verbër nga dhimbja. Alba e dëgjonte e shtangur, dhe mua. Pse më përdore si mjet hakmarrjeje? Pse më detyrove të jetoj me një gënjeshtër? Sepse doja të mbroja, bi. Doja që ta ureje, që të mos kërkoje më kur atë që më shkatëroi jetën. Por vajza nuk mund ta përtypte dot më atë arsyetim. Ajo mori gjupin dhe doli jashtë me sytë e mbushur me lot. Zemra I rrihte fort, nuk mund të rinte më aty. Duhej ta gjente flutrën, duhej ta dëgjonte të vërtetën nga ajo. Në rrugë njerëzit nxitonin, makina kalonin, jeta vazhdonte si zakonisht. Por për Albën ajo ditë ishte fundi një bote dhe fillimi një tjetre. Në dorë mbante një cop letër që ëma I kishte dhënë një ditë më parë. Një adresë e vjetër diku në periferit të Tiranës. Nëse një ditë do të duash të më njohësh, e ja këtu, I kishte thënë flutra. Ajo ndoqi rrugët e baltosura, kaloi pranë disa shtëpive të rënuara, derisa mbërriti para një barake të vogël me një dritare të coptuar. Brenda, një grua e lodhur po ndante bukën me disa mace që I rinin pranë, ishte ajo. Flutra, mami, pëshpëriti Alba dhe zëri u thye. Gruaja ngriti syt dhe për një moment koha u ndal. Alba tha me lot në sy, erdhe ato u përqafuan gjatë mes lotëve dhe dridhjeve, sikur po ribashkoheshin pas një jete të humbur. Flutra nisi të flas me zë të butë, por të mbushur me dhimbje. Unë nuk të lash kur, bi. Ai më akuzoi për gjëra që si bëra. Ishte xheloz, I verbër. Unë vetëm doja të punoja, të ndihmoja familjen. Por ai më keq kuptoi, më fyeu, më goditi dhe më nxori jashtë natën në shi. Nuk më la as të përqafoja për herë të fundit. Alba u dridh, zemra I shpërtheu në dhimbje. Pse nuk u ktheve kur? Sepse ai më kërcënoi se nëse të kërkoja, do të më fuste në burg. Dhe unë s'kisha ku të shkoja. U bëra e pastre. Por çdo ditë, bi, çdo ditë, unë vija në atë rrugë. Në atë park ku ti ecje kur ishe fëmijë. Të shikoja nga larg, vetëm për të siguruar që je mirë. Alba qau me dënes, duke I rënë në gjunjë përpara nënës së saj. Më fal, mami, më fal që të ureva pa të njohur. Jo, bia ime, ti s'ke faj. Tani që më gjete, nuk dua asgjë tjetër. Më mjafton që je mirë. Por ajo çast I lumtur zgjati pak, sepse në derë papritur u dëgjua një trokitje e fortë, flutra ngriti kokën e tronditur. Jo tani, pëshpëriti ajo me frikë. Alba hapi derën ngadalë, dhe përballë saj qëndronte Artani, sytë e tij ishin të kuq, duart I dridheshin. Ai pa të dyja nën e bi, përballë njëra tjetrës, e pra e gjete, tha me zë të lodhur. E gjete të vërtetën që doje. Alba se dinte nëse duhej të ndjente zemërim apo dhimbje. Por diçka në fytyrën e babait të saj duke ndryshe. Ishte pendim. Nuk kam ardhur për të ju ndarë, tha ai me zë të butë. Kam ardhur për të kërkuar falje. Flutra mbeti pa fjalë, pas gjithë këtyre viteve. Pasi më shkatërove jetën, Artan? E di. Dhe s'mund ta kthej më pas kohën. Por dua që Alba të mos e mbaj këtë urrejtje në shpirt. Dua të mbyll plagën që unë vete hapa. Sytë e tij u mbushën me lot, flutra uli kokën e lodhur nga jeta, e brish si një hije së kaluarës, por në shpirtin e saj kishte mbetur ende një grimcë mëshire. Unë se di nëse mund të fal, Artan, por ndoshta vajza jo meriton një fillim të ri. Në atë barake të ftohtë mes rënojave të jetës ndodhi diçka që nuk ndodhte shpesh.
e vërteta u tha, lotët u derdhën dhe një ndjes u dha, ndonë se vonë. Alba i shikoi të dy prindërit e saj, dhe në zemrën e saj ndjeu një dhimbje të thellë, por edhe një lehtësim të çuditshëm. Ishte si një plagë që më në fund kishte marrë frymë. Të tre qëndruan aty gjatë, pa folur, duke dëgjuar vetëm zhurmën e shiut që binte mbi çatinë e rënuar. Ishte fillimi i një pajtimi të vonuar, por të domosdoshëm. Përpjekja për pajtim të nesërmen, Tirana u zgjua në një qiell të kthjellët, sikur pas natës me stuhi. Edhe ajo qytet po merrte frymë më lehtë, por për Albën, ajo ditë ishte e mbushur me peshë. Zemra ishte ndarë më dysh mes dashurisë për baban që e kishte rritur dhe dhimbjes për nënën që ai e kishte përzënë. Nuk ishte lehtë ta falja asnjërin, por brenda saj lindi një dëshirë e thellë. Ti bashkonte të paktën për pak që të dy të mund të flisnin pa urrejtje. Ajo qëndroi gjithë mëngjesin në baraken e flutrës. Nëna e saj mezi lëvizte, kishte duart e ngrira nga të ftohtit dhe sytë e lodhur nga vjetët e rrugës. Mami, tha Alba me butësi, duhet të vish me mua. Nuk mund të rish më këtu. Do të çoj në shtëpi, të pastrohesh, të hash diçka të ngrohtë. Babai, ai është gati të dëgjoj. Flutra e pa vajzë me frikë. Nuk e di, bia ime, nuk e di nëse mund të shkel më në atë shtëpi. Aty më humbi gjithçka. Por aty filloj edhe unë, ja ktheu Alba, duke i mbajtur dorën fort. Ndoshta aty mund të rifilloj edhe jeta jote. Pas shumë bindjesh, Flutra pranoi. Ajo veshi një pallto të vjetër që ja kishte dhuruar një grua nga lagja. Dhe bashkë me Albën u nisën drejt apartamentit ku ajo dikur kishte jetuar. Çdo hap që bënte në rrugët e Tiranës i kujtonte një kujtim të vjetër. Duart e vogla të Albës, buzëqeshja e Artanit, aroma e kafes në mëngjes, gjithçka që kishte humbur. Kur mbërritën përpara derës, Flutra u ndal. Duart i dridheshin. S'di nëse mund ta përballoj, tha me zë të ulët. Alba i vuri dorën mbi supë, mos e mendo si kthim, mendoje si çlirim. Ajo hapi derën ngadalë. Brenda, Artani ishte ulur në koltuk, me një album fotografish në prehër. Kishte kaluar gjithë natën duke parë fotot e vjetra të familjes. Kur dëgjoi hapat, ngriti kokën. Kur pa Flutrën në derë, syti u mbushën me lot. Zoti im, pëshpëriti ai, askush nuk foli për disa sekonda. Heshtja ishte aq e thellë, sa dëgjohej vetëm frymarrja rënde tre shpirtrave që dikur ishin një familje. Artani u ngrit me ngadalë, si një njeri që nuk beson ende në çfarë sheh. Nuk e besoja se do të shihja më, tha ai me zë të lodhur. Flutra qëndronte e palëvizur. Asun se besoja se do të më ftoje ndonjëherë brenda. Nuk të ftoja, por zemra e vajzës son më detyroi, tha ai me buzëqeshje të hidhur. Alba u afrua mes tyre. Nuk ju solla këtu për të rikthyer të shkuarën, por për ta mbyllur. Ju dua të dyve, dhe s'mund të jetoj më duke u rryer një pjesë të vetes. Dua paqe. Ata e pan vajzën me sytë që shkëlqenin nga lotët. Për herë të parë pas shumë vitesh, në atë shtëpi u ndje diçka e ngrohtë. Flutra ul ngadalë në divan, dhe Artani solli një filxhan çaji, pa thënë asnjë fjalë. Ishte një gjest i thjesht, por që vleti më shumë se 1000 ndjesa. Gjatë atij mëngjesi filluan të flisnin. Fillimisht me kujdes, si njerëz që ecin mbi akull. Flutra tregonte për vitet e vështira, për netët pa gjumë, për turpin që kishte ndjer kur e kishin parë duke lypur në rrugë. Artani nga ana tjetër rrëfeu xhelozin, presionin, vetmin që kishte ndjer pas largimit të saj. Ai e kishte fshehur dhimbjen nën maskën e krenarisë. Mendova se po e mbronim vajzën nga turpi, tha ai, por në fakt po e rrisnim me një plagë që nuk shërohej. Tani e dim të dy, ju përgjigj Flutra me një zë të dridhur, që urrejtja nuk mbron askënd. Vetëm na bën të humbasim. Alba i dëgjonte me zemrën që i rrihte fort. Ishte hera e parë që dëgjonte prindërit e saj të flisnin pa britma, pa akuza. Kur dielli ra pasdite, ajo ndjeu se diçka kishte ndryshuar. Shtëpia që dikur i dukej e ftohtë, tashmë kishte marrë frymë. Në mbrëmje, Alba i çoi të dy në kuzhinë. Aty gjeti një tenxhere me gjell që e kishte përgatitur vetë. Sot ham bashk, tha ajo, si dikur. Ata u ulën. Fillimisht në heshtje, pastaj pak nga pak filluan të kujtonin gjëra të vogla. Ditëlindjen e parë të Albës, udhëtimin në Dajt dhe netët kur shihnin filma bashk. Qeshëm pak, çau pak. Ishte një darkë e thjesht, por plot kuptim. Në fund, kur po mbaronin, Flutra tha diçka që i preku të gjithë. Në këtë shtëpi u ndava nga gjithçka që doja, por sot e ndjej që po rikthehem në shtëpi. Artani e pa në sy, nuk kërkoj që të kthehesh si grua, Flutër, vetëm si nën për vajzën tonë. Ajo meriton të ketë të dy prindërit pranë. Flutra uli kokën dhe mbuloi fytyrën me duar. Ndoshta, pas gjithë këtyre vitesh, edhe un kam nevojë të më quajnë nën.
Alba u ngrit dhe I përqafoi të dy, ajo ndjeu trupat e tyre që dridheshin nga lotët, dhe për herë të parë pas shumë vitesh, ndjeu ngrohtësinë e një familje të vërtetë. Jashtë nata kishte rënë, por brenda drita qëndronin ndezur gjatë. Ishte nata e pajtimit, e dritës pas errësirës. Në zemrën e Albës një premtim u bë. Se sado e rënë të ishte e kaluara, ajo do t'i mbante bashkë. Do t'i shëronte. Sepse dashuria e një fëmije për prindërit është më e fortë se çdo urrejtje që I ndan. Rindërtimi I jetës dita e parë pas darkës së pajtimit ishte një sfidë e re për Albën dhe Flutrën. Tirana vazhdonte me ritmin e zakonshëm. Por për to, çdo hap jashtë apartamentit ishte një provë. Njerëzit I shikonin me habi, duke përzier kurreshtje me gjykimin e padukshëm që shpesh shoqëronte fatkeqësitë e grave të pastre. Alba mori vendimin që nuk mund të rinte më e qetë. Ajo do ta ndihmonte nënën të rindërtonte jetën. Jo vetëm që Flutra të kishte një stretë ngrohtë, por edhe një vend në shoqëri ku të ndihej e respektuar. Ditët e para ishin të vështira. Flutra nuk kishte aftësi për të përshtatur me ritmin e qytetit. Dhe çdo përpjekje e vogël për të gjetur një punë përballej me pasiguri dhe refuzim. Alba e mori në sqetull dhe së bashku shkruan CV-n e parë të nënës, vizituan zyrat e punës dhe u takuan me miq që mund të ndihmonin. Mami, nuk është e lehtë, tha Alba duke mbajtur dorën e saj, por çdo hap I vogël është fitore. Flutra buzëqeshi për herë të parë me një shpresë të vërtetë. Bija ime, çdo gjë që po më ndodh tani më duket si një ëndër. Nuk e kisha menduar kurrë se do të ndihesha kaq e mirë, kaq e pranuar. Një nga ditët më të vështira ishte kur Flutra u ndesh me njerëzit e lagjes që dikur e kishin gjykuar. Një grua e njohur e lagjes, e cila dikur e kishte përbuzur për lypje, e pa dhe tha me zë të lartë. Po shoh që u kthye si asgjë nuk ka ndodhur. Mendon se do të falim. Alba e ka përceu dorën e nënës. Nuk kemi ardhur për të marrë leje nga askush. Mami është e lirë dhe ka të drejtë të jetojë si çdo grua tjetër. Flutra ndjeu dhimbje, por në zemrën e saj kishte një forcë të re. Një ndjesi që nuk ishte pasur kurrë. Që nuk është vetëm. Në javët që pasuan, Alba e ndihmoi nënën të gjejë një punë të vogël në një kafene të qytetit. Flutra e filloi me pasiguri, duke u ndjerë e vogël përballë qytetit të madh. Por çdo klient I buzëqeshte, çdo kolege për krahu dhe gradualmente vetbesimi I saj u rrit. Bija ime, I tha një ditë duke pastruar tavolinat, ndjehem sikur jam një tjetër person. Nuk e di kush më ka dhënë këtë forcë, por ndjej që mund të bëj gjithçka. Alba buzëqeshi. E kuptoi se lumturia nuk vinte nga gjërat e mëdha, por nga hapësira që mund të krijosh për të tjerët dhe dashuria që ofron. Por sfidat nuk ishin vetëm në punë. Lagja ende përfliste. Një ditë një djalë I ri e pyeti Flutrën. Ti lypte dikur në rrugë, pse u zhduk dhe u riktheve tani? Flutra u dridh, por Alba I mbajti dorën. Më fal, tha ajo me qetësi, ka kaluar shumë kohë. Tani nuk jam më ajo që isha. Tani jam nën dhe dua të rris vajzën time me dinjitet. Fjala dinjitet ishte si një mburoj. Njerëzit nuk e pritën mirë në fillim. Por respekti për burrin që e rriti Albën dhe për punën e saj të përditshme filloi të ndryshojë opinionin. Një ditë, Alba vendosi të organizojë një darkë të vogël për miq dhe kolegët e Flutrës. Ishte hera e parë që ajo prezantohej jo si e lypur, por si një grua që kishte një histori të fortë dhe një djalë të bukur që kujdesej për të. Kur miqtë e shihnin me buzëqeshje, ndjeu një emocion të madh. Nënën e saj po e pranonte shoqëria. Në mbrëmjen e darkës, Flutra e kapi dorën e Albës. Bija ime, s'di si ta falenderoj. Kjo ndjenje që kam është një mrekulli. Mami, kjo është jeta jon tani. Ne kemi përpara një rrugë të gjatë, por së bashku nuk ka gjë që nuk mund të përballojmë. Kur nata ra mbi Tiranë, dritat e apartamentit ndriçonin si një yll I vogël në errësirën e qytetit. Ishte një simbol I shpresës, I rindërtimit dhe I dashurisë së patundur të një vajze për nënën e saj. Alba e kuptoi se rruga e vështirë nuk ishte përfunduar, por çdo hap I vogël ishte një fitore. Dhe ky ishte vetëm fillimi. Sekretet që dalin në dritë ditët e qeta që pasuan nuk zgjatën shumë. Jeta kishte mënyrën e saj për të treguar se e kaluara nuk mund të harrohet kaq lehtë. Një mëngjes, ndërsa Alba dhe Flutra po organizonin disa dokumente për punën e nënës, në derë trokiti dikush. Ishte një burr I gjatë, me sy të mprehtë dhe një buzëqeshje të lehtë, por që fshehte diçka. Më falni, a është këtu Alba? Pyeti ai. Po, jam unë, tha Alba duke e vështruar me kujdes. Unë jam bujar, njoh prindërit tuaj. Kam disa gjëra që duhet ju tregoj. Alba ndjeu një shqetësim të thellë. Bujar ishte një emër që I kishte dëgjuar vetëm në përmendje nga rrëfimet e babait dhe të nënës. Një person I cili dikur kishte qenë pjesë e një historie të mbushur me ndjenja të komplikuara,
Pasione të fshehta dhe sekrete që mund të trondisnin gjithçka që ajo mendonte se dinte. Çfarë gjërash? Pyeti ajo me zë të dridhur. Bujar hyri brenda dhe vendosi një dosje mbi tavolinë. Këto janë letra dhe fotografi që lidhen me të kaluarën e Flutrës dhe Artani. Nuk është e lehtë, por duhet të dini të vërtetën. Alba hap dosjen me dorë të dridhur. Fotografi të vjetra, letra të shkruara me dorë, dokumente që tregonin takime të fshehta, mesazhe të padërguara dhe shënime të Artanit. Çdo faqe tregonte diçka të re, se dashuria midis prindërve të saj nuk ishte thjesht e thyer nga xhelozia, por ishte një rrjet kompleks intrigash, mashtrimesh të jashtme dhe personash që e kishin përdorur situatën për të ndikuar mbi jetën e tyre. Pra, nuk ishin vetëm gabimet e babait, tha Alba, duke lexuar një letër që Flutra kishte shkruar për dikë tjetër, por që nuk ishte mundur kur ta dorëzonte. Jo, tha Bujar me seriozite. Ka pasur njerëz që donin të ndanin këtë familje. Dhe unë kam informacione që mund të shpjegojnë pse u ndan për kaq vite. Alba ndjeu zemrën që i rrihte fort. Ishte një ndjesje e njohur, euforia dhe frika njëkohësisht. Ajo kuptoi se çdo hap që bënte tani, çdo zbulim, mund të ndryshonte gjithçka që kishin ndërtuar me nënën e saj. Flutra qëndronte pranë e lodhur, por me sytë e hapur. Mami, çfarë është kjo? Pyeti Alba, duke i dhënë dosjen nënës së saj. Flutra e mori lehtësisht, duke e shikuar me lot në sy. Këto janë gjëra që unë kur nuk kisha guxim t'i hapja, por tani ndoshta koha ka ardhur. Dokumentet zbardhen një të kaluar të fshehtë. Takime të papritura, letra dashurie të dikurshme, kontrata të pabotuara dhe sidomos shënime që tregonin se një nga miqtë më të afërt të familjes kishte mashtruar Artanin për të ndarë Flutrën nga shtëpia. Pra gjithë ajo urrejtje që babai im kishte ndaj teje, nuk ishte plotësisht e tij. Pyeti Alba, duke e shikuar me trishtim. Po, bija ime, tha Flutra me zë të dridhur. Pjesa më e madhe ishte manipulim, por nuk ka rëndësi më tani se kush e shkaktoi. Tani duhet të mendojmë për ne dhe për të ardhmen. Alba e dinte se ardhmja nuk do të ishte e lehtë, por ajo ndjeu një forcë të re brenda saj. Diçka që vinte nga njohja e së vërtetës, nga të kuptuarit se prindërit e saj kishin bërë gjithçka në mënyrën e tyre për të mbrojtur familjen. Mami, tha ajo duke e përqafuar Flutrën dhe duke e përqafuar edhe baban, tani e dim të kaluarën. Por ne kemi një zgjedhje. Mund ta përdorim për të na shkatëruar, ose për të na bërë më të fortë. Flutra dhe Artani e pan vajzën me syt plot dashuri dhe pendim. Ishte hera e parë që të tre ndjenin se nuk ishte më sekrete midis tyre. Vetëm një rrugë e hapur. Bashkëpunimi, dashuria dhe përpjekja për të rindërtuar jetën e tyre së bashku. Alba mori frymthell. Ishte një hap i madh, por ajo e dinte. Çdo sfidë që do të vinte, ata do të përballeshin së bashku. Dhe për herë të parë pas shumë vitesh, zemra e saj ndjeu paqe të vërtetë. Rilindja dhe paqja e familjes ditët dhe javët pas zbulimit të kaluarës kaluan me ritme të ndryshme. Tirana ishte e njëjtë, por për Albën dhe prindërit e saj, çdo ditë sillte një mundësi të re për të ndërtuar jetën që kishin humbur. Flutra kishte filluar të punonte rregullisht në kafene, ku klientët filluan ta respektonin dhe ta vlerësonin për përkushtimin dhe dashamirësinë e saj. Çdo buzëqeshje që merrte, çdo fjalë miradije që dëgjonte, ishte si një shpërblim për vuajtjet e kaluara. Artani nga ana tjetër, përpiqej të riparonte marrëdhëniet me lagjen dhe miqtë e vjetër, duke kërkuar falje dhe duke treguar se kishte gabuar me qëllim të mbrojtjes, por gjithashtu duke treguar pendim të sinqert. Alba, e cila kishte qenë e vogël dhe e pafuqishme kur e kaluara I kishte ndar prindërit, tani ishte forca që mbante të gjithë familjen së bashku. Ajo organizoi një darkë të vogël për fëmijë dhe miqt, për t'i treguar të gjithëve se Flutra nuk ishte më ajo grua e pastre që lypte në rrugë, por një nën dhe një grua e fortë, e aftë të ndërtonte jetën e saj. Ju falenderoj që jeni këtu, tha Flutra me zë të dridhur. Tani ndihem e pranuar dhe respektuar. Dhe kjo është një dhuratë e çmuar. Miq dhe fëmijët të prekur nga sinqeriteti I saj, nisën të kuptojnë se e kaluara nuk përcakton gjithmonë të ardhmen. Fal ndihmës së Albës, Flutra rifitoi jo vetëm një vend në shoqëri, por edhe vetbesimin që kishte humbur për shumë vite. Artani dhe Flutra filluan të komunikojnë më hapur, të ndajnë përgjegjësi dhe të kujdeseshin për vajzën e tyre së bashku, duke krijuar një familje që nuk ishte më perfekte, por e sinqertë dhe e bashkua. Alba ndihej e lumtur që kishte arritur të mbyllte plagët e së kaluarës dhe të hapte një faqe të re. Një mëngjes, ndërsa Tirana zgjidhte ditën e re në dritën e ngrohtë të diellit, Alba dhe prindërit e saj shëtitnin në parkun ku dikur gjithçka kishte filluar. Flutra mbante dorën e Albës dhe Artani ecte pranë tyre duke buzëqeshur. Ishte një moment I thjesht, por I përjetshëm.
Dashuria, falja dhe pajtimi kishin fituar mbi dhimbjen, urrejtjen dhe keqkuptimet e së kaluarës. Bia ime, tha Flutra, duke e përqafuar Albën, pavarësisht se çfarë ndodhi, ti ke bërë një mrekulli për ne të gjithë. Jo vetëm unë, tha Alba, duke shikuar prindërit e saj, ne të gjithë e bëm këtë së bashku. Kjo është familja jon, e cila nuk është perfekte, por është e fortë dhe e vërtetë. Tirana vazhdonte të rrotullohej rreth tyre, por brenda apartamentit dhe zemrave të tyre kishte qetësi dhe ngrohtësi që nuk e kishin ndier prej shumë vitesh. Ishte një fund i trisht që u kthye në një fillim të bukur, një tregim për dashurinë, faljen dhe fuqinë e një vajze që nuk u dorëzua kurrë për të bashkuar familjen e saj. Në fund, Alba e kuptoi diçka të thjeshtë, por të fuqishme. Edhe pas errësirës më të madhe, drita e dashurisë dhe pajtimit mund të ndriçojë rrugën për një të ardhme më të mirë. Historia e Albës, Flutrës dhe Artanit mbyllet këtu me një mesazh të qartë. Dashuria dhe falja janë forcat më të fuqishme që mund të rikthejnë një familje të ndarë dhe të shërojnë plagët e së kaluarës.